Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën? Kjo bimë forcon kujtesën me 75% dhe përmirëson trurin. Ulëmtimet e fundit kanë treguar se konsumi i mentes mund të përmirësojë kujtesën dhe përqendrimin, duke kontribuar në mbrojtjen e trurit kundër dëmtimeve të mundshme kognitive. Shtimi i saj në dietë mund të jetë një zgjidhje natyrale për përmirësimin e shëndetit mendor. Menta përmban gjithashtu përbërës aktiv të cilët ndihmojnë në stimulimin e aktiviteteve neurokognitive, duke përmirësuar përqendrimin dhe dukshmërinë mentale. Konsumimi i rregullt i menteve mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të stresit, duke krijuar efekt qetësues në trup dhe mendje. Mentja është përdorur për mijëra vjet si një mjet natyral për të përmirësuar kujtesën mendore dhe për të trajtuar shqetësime të ndryshme, duke përfshirë dhimbje të kokës dhe lodhje mentale. Duke shtuar mentën në formën e çajit, vajra esencial ose si përbërës negatime, mund të rrisë ndjeshëm funksionin kognitiv dhe shëndetin mendor. Ju ndodh shpesh të harroni se ku keni vënë çelësat e shtëpisë, makinës, telefonin apo syzet dhe donë se më pas zbuloni se i keni të vëna. Kujtesa e dobët është një problem e cila prek miliona njerëz në botë dhe që në përditshmëri mund të jetë me të vërtetë një kokçarje. Problemet me kujtesën janë gjithnjë në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikohen dhe nxiten nga problemet me gjumin, stresi dhe gjithashtu depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkooli, duhanpirja dhe ilaçet. Në rastet më të rënda, kujtesa e varfër nxitet nga skleroza apo sëmundja e Alzheimer. Ky artikull trajton problemet më të thella me kujtesën që nuk kanë të bëjnë me sëmundjet e përmendura. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtim të specializuar mjekësor dhe jo thjesht kura natyrale të cilat mund të përgatiten në shtëpi. Këtu ju do të zbuloni ushqime të cilat ju nevojiten për një mendje në formë. Bajamet për kujtesë të mirë. Bajamet përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Ato janë të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe për shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen ngrini në mikser pa lëkurë. Masën e përftuar zgjeni duke e bashkuar me një gotë qumësht. Shtoni mjalt dhe pini çdo ditë për 30 deri në 40 ditë. Rozmarina për kujtesë të mirë. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zjeni një tufë rozmarinë në ujë për 5 minuta, kullojeni lëngun dhe shtoni mjalt. Pini çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Ju mund të përdorni edhe vaj esenciale rozmarine duke e nuhatur çdo ditë. Vaj i peshkut. Suplemente gjithashtu me vaj peshku përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore tek vaji i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit të cilat kanë lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë. Ushqeuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit siç janë boronica, qershi dhe manaferrat janë një burim i shkëlqyer flavonoidësh të cilët përmirësojnë funksionin e trurit dhe kujtesën. Konsumojeni ato rregullisht në mënyrë që të merrni vlerat më të mira. Ndër ushqimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit mund të përmendim avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli,
selinoja, vaj i arrës së kokosit dhe çokolata e zezë. Vitamina B6 luan një rol shumë kompleks në organizëm. Përveç rolit të saj për energjinë, kjo vitaminë është e dobishme për shumë prej funksioneve nervore. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për arsye se pse kjo vitaminë është e pazëvendësueshme për shëndetin e trurit. Roli primar i vitaminës B12. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është që të nxjisë prodhimin e ruazave të kuqe të nervave, të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që vesh nervat, të ruajë ekuilibrat e aminoacideve dhe të detoksifikojë hormonet. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe kujtesën. Përthithja e vitaminës B12. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitaminat e tjera të pranishme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për një proteinë mbartëse me të cilën të lidhet dhe më pas të rrugtojë në të gjithë organizmin. Me kalimin e moshës, funksionet e organeve humbasin fleksibilitetin e tyre, gjë e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acide tretëse, përthithja e vitaminës B12 do të jetë e vështirë. Ky proces vështirësohet edhe nga inflamacioni i zorrëve, çrregullime autoimunitare, anemia dhe gjithashtu përdorimi i disa barnave. Plakja e trurit. Të dhënat tregojnë se nivelet e ulta të vitaminës B12 përshpejtojnë çrregullimet mendore siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimin e komunikimit mes tyre. Nëse organizmi juaj nuk përmban sasitë e duhura të kësaj vitamine, atëherë transmetuesit nervor do të jenë të paktë. Vitamina B12 sintetizon gjithashtu transmetuesit nervor siç është dopamina dhe serotonina. Kësaj, paqëndrueshmëria emocionale dhe prishja e gjumit janë të paevitueshme. Mungesa e vitaminës B12 përshpejton dhe shënjestron sëmundjet e zemrës. Në pamjaftueshmëri të vitaminës B12, enët e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta, duke i çelur rrugën aterosklerozës. Të gjitha këto paksojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe rrisin gjasat e goditjes nga ishemia. Sasia e nevojshme e vitaminës B12. Suplementet e vitaminës B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit, por sipas të dhënave, vitaminën B12 mund ta merrni edhe nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme. Nëse ju jeni duhanpirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksionet e dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjime ushqimore të pasura me mish, të cilat vështirësojnë përthithjen e vitaminës. Ushqimet me vitaminë B12 janë sardelet, salmoni i egër, drithrat e plota, qumshti, kosi, djathi i bardhë dhe njëkohësisht vezët. Ekspertët rekomandojnë që ju të shmangni regjime ushqimore të pasura me mish, të cilat vështirësojnë përthithjen e vitaminës. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!